mrekullia tjetër që e kishte Isai a.s. ishte e dinte se çfarë vepronin njerëz në shtëpitë e tyre. Që mund t'i duket dikuj kjo, pra ka pas aftësinë të spionimit, dikush do ta bënte kështu me spionim? Jo. Ai jo në kuptimin që ja zbulonte të metat, por ishte në gjendje t'ju tregoj se çfarë kanë hëngër prej ushqimit në shtëpitë e tyre. Që ata as në ditë të sotme ne nuk jemi në gjendje të hyjmë në shtëpitë e dikujt, pos me njerëz që thash me spionazh, edhe ata nëse ke ndonjë antar të familjes që është duke bashkëpunuar me ty. Pra këtë po dua ta them në ditët e sotme shërbimet sekrete do t'ja kishin shumë lakmi asaj që ka pasur mundësi ta bëj Isai a.s. Dhe jo vetëm kaq. Ai jo vetëm që e dinte se çfarë kanë hëngër mbrëm, por e dinte edhe një gjë tjetër. E dinte edhe se çfarë kanë deponuar nga ushqimi, ku e kanë deponuar, çfarë kanë në shtëpitë e tyre. Dhe secila shtëpi ka sekretet e veta, ka privatësinë e vet. Imagjinoj sikur dikush të del sot dhe të thotë ty se unë e di çka ke ti në shtëpi. Unë e di se çka kem shef ti dhe ku e kem shef në shtëpi. Unë e di se edhe çfarë ke ngrënë mbrëm, që me ta vërtetu me tekst veçantë se po i di edhe këto tjerat, atëherë i bie se ti je në një farë forme transparent, je i qasshëm, i pashëm për Isai a.s. dhe për atë që ai mund ta përdor, pra, që ti badihava më shef pasuni, a e din ku e ke. Badihava ti deponon diçka për të ruajtur për nesër ose për diçka tjetër, kur atë e din Isai a.s. dhe nuk e ka fare problem që ta identifikoj. E kjo ishte me të vërtetë interesante.